Bia, vërtet mund të them pa asnjë hezitim që vdes për karamele, sidomos për ato të mëdhaja që të mbushin gojën me ëmbëlsi dhe të bëjnë ta shijosh çdo moment. Ëmbëlsirat për mua janë shumë më tepër se sa thjesht diçka për t'u ngrënë, ato janë një lloj aratisjeje e vogël nga përditshmëria, një kënaqësi e thjeshtë që të jep gëzim pa kërkuar asgjë në këmbim. Sa herë që shoh karamele me ngjyra të forta, me forma interesante dhe me shije të ndryshme, më lind automatikisht dëshira t'i provoj të gjitha, sepse secila prej tyre duket sikur fshin një ndjenjë të veçantë. I dua shumë ëmbëlsirat, sepse ato më shoqërojnë në momentet e mia më të qeta, por edhe në ato kur kam nevojë për pak ngrohtësi shpirtërore. Një karamele e vogël, apo edhe një e madhe, ka fuqinë të më ndryshoj humorin, të më bëj të buzëqesh dhe të më kujtoj se sa të bukura janë kënaqësitë e vogla të jetës. Karamelat më sjellin ndërmend fëmijërinë, ditët pa brenga dhe gëzimin e pastër që vjen nga gjërat më të thjeshta. Sidomos karamelat e mëdha kanë një vend të veçantë në zemrën time, sepse ato nuk të japin vetëm shije, por edhe kohë për ta shijuar ëmbëlsinë ngadalë, pa nxitim. Çdo kafshat është si një moment i vogël lumturie, një pauzë e ëmbël mes gjithë shurmës së përditshme. Për mua, ato janë një simbol i kënaqësisë dhe i përkushtimit ndaj vetes, një mënyrë për t'i dhënë vetes pak dashuri. Prandaj, Bia, kur them që i dua shumë ëmbëlsirat, e them me gjithë zemër. Ato janë dobësia ime, kënaqësia ime dhe një pjesë e vogël, por e rëndësishme, e gjërave që më bëjnë të ndihem mirë. Në fund të fundit, jeta ka nevojë për pak ëmbëlsi që të jetë më e bukur, dhe për mua, ajo ëmbëlsi vjen shpesh në formën e një karameleje.